vajza mos vishni tanga, po ju dëmtojnë shëndetin tuaj riprodhues. Si qëndron e vërtet? Sot një pjesë e madhe, ose pjesa më e madhe madje, e vajzave dhe e grave, kalojnë infeksione të ndryshme. Dhe pse jemi përqendruar edhe sipas pyetjes tuaj tangat? Jo se në mënyrë të drejtë për drejtë tangat shkaktojnë infeksionet vaginale, por janë disa arsye të cilat lidhen me tangat që shkaktojnë infeksionet vaginale. Kush janë këto? E para është lloj i tangës. Unë do t'a them ashtu si që a them dhe pacienteve të mia, në mënyrë të veçantë, ato tangat që janë si lisë këpucësh. Do t'i rreshtoj, pastaj do t'i spjegoj. E dyta është përbërja, pra materiali, është pambuk, apo është sintetik. E treta është koha sa i mbajnë ato tanga, apo dhe mbathje të tjera, se jo vetëm tangat shkaktojnë. Koha sa i mbajnë. Dhe fundit, por shumë e rëndësishme, mënyra se si e bëjnë higjenizimin e organit të tyre gjinor. Pse? Ç'ndodh? Vagina është një organ që vetë pastrohet. Ajo në brendësinë e saj ka laktobacile, të cilat janë baktere që mbajnë apo ruajnë ekuilibrin normal të vetë organit gjinor femror. Çfarë ndodh kur ne kemi këto tangat si lisë këpucësh? Ato fërkohen, duke kaluar bakteret nga pas, pra nga anusi përpara.